Ta ishën kushërinj, janë të shkolla jonë, janë klasën e të dy, po janë paralele, edhe janë kushërinj dhe një është viktima, një është i plagosur. Mësove gjë pse ndodhi ngjarja? Për shkak të rrjeteve sociale që zihen duhet të duken kush është më i fortë dhe kush është më i dobët, edhe ka ardhur deri këtu. Realizojnë video me këto sherrje? Po mase dhe realizojnë. Në rrjetet sociale? Po, të duket që si ka ndodhur për të mburur. Viktimat i njoh, por nuk kam iden fare se çfarë ka ndodhur. Viktima që ka vdekur ishte një djalë shumë i mirë, i qetë, ndërsa tjetrin e njoh vetëm si fytyrë të plagosurin. Ka pas ngjarje të kësaj natyre në shkollën? Jo, nuk kam rastisur, nuk kam parë ndonjëherë. Keni shqetësime, ngacmime nga ti? Jo, as pak. Po, unë njifja dhe kur ishte në fillim, do të thënë që po niste sheri, sa dola nga shkolla me një vajzë dhe i thasho që të shikonim, të rinim, por pastaj ikëm dhe nuk pashme, i njoft të dy dhe viktimën dhe të plagosurin. Ju e pat skenën si ndodhe? Jo. Unë kur e mora vesh dola direkt me vrap, sepse i njifja, se kam qenë shumë djemë të mirë, si do mos një viktima. Dini tje pse janë ngrinë? Jo, derisa mora vesh për rrjetet sociale më duket. Rrjetet sociale? Po. Ngrinë në rrjetet sociale dhe pastaj U bëj madhe. Para? Nuk kam si të shpjegoj sepse nuk e di më, vetëm kaq dia. Të drejtën u tremba shumë se i njifja të dy djemt, madje i njifja dhe të tjerë që ishin përfshirë, ndaj u tremba. Më duket se kanë ftuar njëri tjetrin për sherrje dhe kanë përfunduar këtu pastaj. Të drejtën u tremba shumë sepse i njifja që të dy ndaj, edhe u bë dhe shumë gjë e madhe se nuk prisja që të ndronte jetë personin fjalë. Edhe ndaj nuk pasur ngjarje të kësaj natyre në shkolla të tjera të qytetit? Ka pasur shumë. Jo duke përfunduar kështu, po kanë pasur. Policia u vënua kur erdhi? Kam marrë vesh është vënuar, por nuk kam qenë këtu në fakt. Pse ndodhin këto ngjarje? Çfarë mendoni ju si vajza, si nxënës? Po se vetë djemt janë shkaktarët e këtyre. Më fort se ti, jo unë jam më i fortë. Edhe pastaj ndodhin konflikte. Mendon se kanë ndikim negativ rrjetet sociale? Po tjetër, se tek rrjetet sociale fton njëri tjetrin, flasin, edhe pastaj përfundojnë kështu. Ishte shumë çuna të mirë dhe me sa mora vesh i kishin parë të shumë veta dhe nuk kishin bërë asnjë lloj veprimi, kishin lënë. Dhe nuk ndërhyn. Nuk ndërhyn. Dhe policia erdhi shumë vonë. I kishin parë shokët apo banorët e lagjës? Banorët e lagjës kishin parë dhe nuk kishin bërë asnjë lloj veprimi, thjesht i kishin lënë. Nuk është rrugë shkolle, është rrugë lagje? Po, rrugë lagje, nuk është rrugë shkolle. I njihje të dyjet? Po, i njih, ja i kam te shkolla. Në çfarë klasi jeni? Klasë të 7. Po, të çfarë klasi jeni? Klasë të 9 të 2. Jam kushërinj me pak fjalë. Ngjarjen domethënë nuk e pash, po e njoh viktimën edhe domethënë e njoh se e kam pas edhe në lagje. Kush ishte shkaku? Shkaku nuk e di fare, thjesht mora vesh që kishte vdekur, edhe më erdhi shumë gjëna. Kishte pasur debate për para? Nuk e di fare as vet. Çfarë klasi jeni? Unë jam në klasë të 7. Ata çfarë klasi ishin? Ata viktima ishte në klasë të 9, ishin të dy dhe i plagosuri, po të tjerët nuk i njoh. Ata kishin ardhur fillimisht për apo u grinën në shkollë? Nuk i pash fare, thjesht i pash te lagja që ishin disa djem aty edhe po grindeshin. Jo, nuk i njoh djalë. Nuk i njoh. As viktimën as Jo, asnjërin. Po si e morët vesh? Gjuhët zhurmë këtu si e morët vesh? Ne jo se ngjom zhurmë, po na tha një, më i thash plagosur një. Edhe fare kur dolëm ne s'pash asgjë, veç se kur pash gjakun aty. U tonë ditët në kjo ngjarje? Çfarë thëre? E vlati? Sikur ishte e blati im, kur ashu njeri, jo për këta, për të gjithë. S'kam çfarë them gjatë tjetër, na erdhi keq shumë, se për njërin dhe për tjetrin, se kush e ka patur fajin? Ka pasur në rrjete të tjera në qytetin e Jo, këtu jo, këtu s'kam ndier, kështu jo.